Një mënyrë e re dhe më efikase e vaditjes po merr formë në Mursi të Konispolit ku po modernizohet skema ujitse përmes një investimi të qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore. Projekti synon të ndryshojë mënyrën e vaditjes për rreth 2215 hektar tokë bujqësore, duke zvendësuar sistemin tradicional të vaditjes me një infrastrukturë moderne, të bazuar në një rrjet tubacionesh dhe hidrantesh. Gjatë inspektimeve në terren, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla e cilësoi këtë një nga investimet më inovative në infrastrukturën e ujitjes që po ndërtohet aktualisht në vend. Projektet më inovatore për investimin e gjithë infrastrukturës që po ndërtohet sot për ujitjen e kësaj zone, ku investimi kalon në një koncept ku nga një vaditje me përmbytje tashmë kemi një vaditje me presion dhe të kontrolluar, ku i gjithë sistemi do të menaxhohet nëpërmjet bashkimit. Investim që në radhë të parë do t'ju vinë në ndihmë fermerëve në uljen e kostos dhe përditshmërisë tyre, por edhe siç është vetë titulluar projekti, duke u përshtatur dhe kushteve klimatike për të kursyer sa më tepër burimet ujore. Secili fermer minimalisht i kurson nga 2.000 euro deri në 7.000 euro sistem si në energji, si në naftë apo karburant që shërben për pompat motorike. Që do të funksionojë një koordinim fermer, bashki dhe pjesa e tarifës pastaj që do të jetë në lidhje me shërbimin, është konsultuar dhe me fermerët. Dhe jemi në pritje të përfundimit të veprës. Investimi në Mursi nuk lidhet vetëm me ndërtimin e një rrjeti të ri ujitës, por edhe me mënyrën se si do të menaxhohet uji në të ardhmen. Në kuadër të zhvillimit të bujqësisë së zgjuar, po punohet edhe për përdorimin e teknologjive të reja për fshirë sensorët dhe stacionet meteorologjike. Këto teknologji mund të ndihmojnë në përcaktimin më të saktë të nevojave për ujë duke shmangur vaditjen e panevojshme dhe duke optimizuar përdorimin e burimeve. Për fermerët, kjo do të thotë një sistem më i kontrolluar, me pak humbje dhe më shumë eficiencë në prodhim. Ndërsa për bujqësinë e zonës, modernizimi skemës ujitse krijon një bazë më të qëndrueshme për përballimin e sfidave që sjellin ndryshimet klimatike dhe periudhat e zgjatura të thatësirës. Mursia është një nga zonat e rëndësishme bujqësore të jugut dhe modernizimi i infrastrukturës së ujitjes pritet të japë një tjetër shtys aktivitetit të fermerëve.